احنا كنا في فلسطين وبعدين انتقلنا إلى مصر إيجيبت. Kemi qenë në Palestinë, madje kemi shkuar në Egjipt dhe kemi ardhur në Kosovë, fillimisht në Prishtinë në vitin 2017, pastaj në Prizren. Gjaku ynë është arab dhe vijmë prej Palestinës. Kemi ardhur këtu për shkak të së ardhmes më të mirë për fëmijë. Është një shtet i sigurt, nuk ka luftra. Na kanë prit shumë mirë që në fillim, e kemi ndje veten si në familjen tonë. Nuk kemi pasur asnjë problem me njerëzit këtu, përkundrazi na kanë përkrahur shumë. Kur kemi ardhur fillimisht i kemi pasur para tona me të cilat e kemi paguar banesën, pastaj shpenzime ditore për ushqim, shkollim dhe gjëra të tjera. Pastaj kemi aplikuar për azil në Kosovë dhe na kanë dhënë një banesë dhe një lloj pagese për nevojat mujore. Tashmë kemi leje qëndrimi në Kosovë. في البداية كان عندي مشاكل في اللغة ولكن بعد ما أخذت الكورس A1 Më herët kam pasur vështirësi në komunikim me njerëzit, por kur kam filluar kursin e kam mësuar pak gjuhën shqipe dhe tash e kam pak më të lehtë për të kuptuar dhe komunikuar. أنا بشوف المرأة الكوسوفية امرأة قوية جدا متحملة الصعاب مثلها مثل الرجل. Gratë këtu në Kosovë janë shumë të mira dhe të forta, të cilat kujdesen për familjen dhe punojnë. Në krahasim me vendet nga vi unë, atje kanë vështirësi gratë që të punojnë, sepse vetëm burrat kanë të drejtën e punësimit. Në Kosovë të drejtat janë të barabarta për punë, pra kanë mundësi të punojnë edhe gratë edhe burrat. يعني أنا بحترم كثير المرأة الكوسوفية لأنها تتقاسم المسؤولية بينها وبين الرجل.